Prokuria e posaçme ka përfunduar hetimet për 2 ish prokuror dhe ka zbritur në gjykatë kërkesën për kalimin e çështjes për gjykim. Edian Llaho akuzohet nga SPAK për korrupsion, ndërsa ish prokurori tjetër Çlirim Shahini që ushtron profesionin e avokatit për ushtrim të ndikim të paligjshëm. Ish prokurorët e Sarandës dyshohet se u përfshin në një aferë korrupsioni për zbutjen e masës së sigurimit ndaj Pando Papuçit, i cili ishte shpallur në kërkim për ndërtim pa leje. Ky i fundit, pasi arriti të shmangë i drejtësisë për 2 vite, u arrestua dhe doli para gjykatës për vlerësimin e masës, e cila u gjykua dhe u ndryshua brenda 1 ore nga gjyqtarja Edona Vajushi me kërkesë të prokurorisë. Dyshohet sipas SPAK se ish prokurorët i kanë kërkuar para Pando Papuçit në këmbim të ndërhyrjes në procedurat ligjore me qëllim zbutjen e masës së sigurimit ndaj tij. Këto veprime të dokumentuara nga organi i akuzës provojnë ekzistencën e një skeme korrupsioni të organizuar ku funksionarët e drejtësisë kërkonin përfitime monetare për favorizim me mbajtje të çështjes penale. Llaho sipas prokurores Manjola Kajana dyshohet se ka marrë rreth 30.000 euro nga miku i tij, biznesmeni Vasil Bakalli. Ky i fundit provohet se vlera monetare i ka marrë në shtetin grek, ndërsa prokurori i Papuçit, Çlirim Shahini, provohet se ka marrë 25.000 euro në këmbim që t'i kërkonte gjykatës masën detyrim paraqitje, ndërsa në total dyshohet se janë paguar 55.000 euro për një masë sigurimi. Llaho e kërkoi këtë masë në gjykatë dhe ajo u miratua nga gjyqtarja Edona Vajusha dhe për këtë të fundit nuk u provua akuza. Në akuzë është edhe biznesmeni Vasil Bakalli për korrupsion, cili dyshohet se ka luajtur rolin e sekserit me prokurorin Llaho.